Të nderuar të gjithëve, të nderuar mysafir, artist, partner dhe dashamirës të artit. Është kënaqësi e veçantë që mirëpresim sonte në hapjen e ekspozitës rajonale të rinjve Art in Vertical, një iniciativë që bashkon artistë nga Prishtina dhe Tirana. Kjo ekspozitë organizohet nga Art Without Limit dhe Fusion Act nga Tirana, si pjesë e një programi ndërdisiplinor që ndërthur artin, shkencën dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Përmes kësaj platforme synojmë të fuqizojmë zërat e rinj artistik dhe të nxisim reflektim mbi sfidat mjedisore që prekin rajonin tonë dhe më gjerë. Sonte në këtë ekspozitë përmes fotografisë, videos, skulpturës dhe teknologjisë kreative, do të keni mundësinë të eksploroni se si arti mund të shërbejë si një mjet i fuqishëm për dialog, ndërgjegjësim dhe ndryshim. Tani kam kënaqësinë që t'i jap fjalën zonjës Ganimete Sava, drejtore Art Without Limit dhe njëkohësisht kuratore e kësaj ekspozite për disa fjalë të konceptit dhe rrugtimit të këtij projekti. Kemi ardhur sot në ekspozitën tonë, faleminderit ministre, të qenin juve që tash zyrtarisht keni detyrën për ambientin, po edhe më përpara, kështu që po ashtu aktivist, artist, koleg, dashamir, artist, faleminderit shumë. Arti vertikal është një iniciativë, një nismë regionale e cila ka filluar në Tiranë dhe po vazhdon rrugtimin në Prishtinë edhe në Tetovo. Kjo është vetëm një pjesë e punës tonë që jemi mundu përmes disa të rive të cilët kanë ndjek trajnime për gjatë vitit kaluar, se si të përmes artit të krijojmë, protestojmë që ta mbrojmë ambientin ku jetojmë. Këto janë disa punime të ndryshme të cilat jam shumë e lumtur që jam kuratore e kësaj pjese dhe mund të shikoni disa nga problematikat, megjithse vendi jonë, regioni, Ballkani ka problematika nga më të ndryshmet, ne jemi mundu që sadopak t'i shfaqim disa nga problematikat me shpresën që institucionet edhe njerëzit në përgjithësi që vetisohen që ta mbrojnë ambientin dhe tokën ku jetojnë. Kështu që të gjithë nga pak në profesionet të ndryshme që keni duke kontribu, besoj që mund të bëjmë diçka më të mirë për vendin tonë. Ju faleminderit shumë. Personat kyç të kësaj ekspozite janë vetë artistët dhe bukura e kësaj ekspozite është se kemi artistë që nuk janë vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria. Kështu që tani dua të ftoj një nga artistët pjesëmarrës nga Tirana, Ore Semaj, të thotë disa fjalë për veprën e tij. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj që keni ardhur, shpresoj që të kemi fuqir punimet deri tani, nëse jo na thoni, çfarë. E falenderoj këtë nisëm përzemërsisht, gjithashtu dhe mbështes, sepse përfshin në artin. Një nga problemet më të mëdha që kemi në ditët e sotme është ndodhja globale. Një problem që ja shohim pasojat kudo. Dhe cila është forma më e mirë për të cilën ndërgjegjësinë përmjet artit. Arti është një gjë që çdo njeri jeton. Çdo njeri duhet të punojë drejtësi. Edhe shpëtojmë të botë me art. Faleminderit shumë, Ores. Pasi të përmbyllim këto fjalime, ne do të shohim edhe një video fushatë dhe si pjesë e kësaj video fushate ne kemi nderin që e kemi të përfshirë edhe një personalitet të veçantë që vjen nga qeveria, një zot rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit, e cila vazhdon të jap një kontribut të çmuar edhe në rolin e saj aktual si ministre, zonjën Fitore Pacolli. Ju falenderoj sinqerisht për mbështetjen tuaj dhe për pjesëmarrjen tuaj në video fushatën që ne kemi realizuar dhe tani ju ftoj për një fjalë rast. Faleminderit shumë Eliam, faleminderit secilit artist që është angazhu në këtë fushat kaq domethënëse e sidomos kur artin e përdorim për me vetisu popullatën sa i përket mbrojtjes mjedisit. Ne edhe në Kosovë edhe në Shqipëri kemi problemin e njëjtë sa i përket çështjes mjedisit, degradimin që po e shohim. Prandaj është detyrë jona e secilit prej nesh, kuptohet e institucioneve është përgjegjësi shumë e lartë, mirë po ne nuk mund ta bëjmë vetë.
nuk mund ta ndalim degradimin vet, nuk mund ta restaurojmë natyrën vet pa pas mbështetjen e secilit qytetar. Kështu që kur Elioni më ftoi me u bë pjesë e kësaj video fushate, me gjithë dëshirë kam pranu, sepse për neve si ministri, përveç vendimeve që marrim, inspektimeve që bëjmë edhe çështjeve që shtyjmë përpara, neve na takon edhe me bë fushat për vetësimin e popullatës tonë, që bashkërisht ta ndalim degradimin e mjedisit. Kështu që kjo video vjen në një kohë tepër të mirë, kur ne si udhëheci e ri në Ministrinë e Mjedisit kemi fillu me ndryshu shumë qasjen se si e shohim mjedisin, si e shohim rolin ton dhe rolin e shoqënisë tonë. Si ministri do të angazhohemi me fëmijë prej moshës shumë tashme e deri tek të rriturit, që bashkërisht të bëhemi bashk për një shtet më të pastër, një Kosovë më të shëndetshme e më të bukur. Minister, që është realizuar nga unë, me që vetë jam pjesë e kësaj ekspozite, si një nga artistët pjesëmarrës, kurse e dyta do të jetë po ashtu një instalacion që është realizuar nga Art Without Limit, që është realizuar nga Saranda Aliti. Ju ftoj të ndiqni këto dy video fushata që do të transmetohen tani. I just want to say it also in English because I know we have some people that do not speak Albanian here. So now we will screen 2 video campaigns related to protecting the environment through art. And I warmly welcome you to join us closer to see it here. Sa ju ftoj tani që ta afroni dhe ta shihni nga afër. Natyra nuk është trashëgim nga prindrit, por hua nga gjeneratat e ardhme. Bashkohu në aktivitete në mbrojtje të saj me neve aktivistët e natyrës. Protecting the environment begins with education. Finland has long shown that learning can inspire people to care for nature. When we teach children not only knowledge, but also creativity and the arts, we give them powerful tools to share ideas. In this way, they can help also others see why protecting environment truly matters. Njerëzimi sot po përballet me çështje shumë komplekse klimatike, të cilat kanë pasoja shumë të rënda. Mendoj që artisti e ka për detyrë me I përkthy këto kriza, edhe qoftë në forma vizuale, qoftë në forma emotive, që ato me pas rëndësi edhe pesh shumë atë madhe në shpirtin e publikut. Një mike amerikane njerë më patë thënë se habitet, se sa shumë kujdesemi ne për shtëpit tona dhe për hapësira tona private, mirë po se sa të pa kujdesshëm jemi ne për pronën publike. Kur do të vit dita që ta shohim pronën publike njëjtë si pronën private dhe të kujdesemi njëjtë për të. Kur mbrojmë mjedisin, ne mbrojmë edhe të drejtën e secilit njeri për të jetuar pa barriera, e veçanërisht për personat me aftësi të kufizuara. Nga shoqëria civile dhe si aktiviste e shoqërisë civile, mendoj se organizatat jo qeveritare munden dhe duen të bëjnë më shumë për të mbrojtur mjedisin. Shpesh herë sillemi sikur kemi një Kosovë tjetër diku rezervë, por nuk e kemi. Çdo dru që prejmë, çdo mbeturin që hedhim, e dëmtojmë shtetin tonë, adheun tonë, e shëndetin tonë. Prandaj le të bëhemi bashkë për një mjedis më të pastër, për vendin tonë, për shëndetin tonë, sepse adhe tjetër nuk kemi. There are places that are not just buildings, they are memories. They are stories not written in books, but living within walls and corridors in silence. This school was once the heart of knowledge. From these classrooms came doctors who saved lives, artists who gave soul to our culture, engineers who built the future, professors who educated generations, and people who gave a voice to this country. This is where dreams began. This is where beginnings were written, but today, what was once pride stands in silence. The walls are cracked, the windows are broken, the footsteps that once filled this space with life are gone. And along with this silence, our history risks fading away.
Because cultural heritage is not just an old building, it is our identity. It is the root that connects us to who we were and to who we can become. If we let it fall, we don't lose just bricks and concrete, we lose memory, we lose inspiration for the generations to come. And when this space becomes covered in waste and left neglected, it is not only a loss of our cultural heritage, but also a direct harm to the environment around us. Because preserving these places also means protecting the environment, a responsibility to our past and to our future. This school does not deserve to be forgotten. It deserves to be revived, to be restored, to be preserved as a testament to a time that shaped great individuals. Because a people who do not preserve their history risk losing their future. Let us not leave it in silence. Let us bring back its voice. Let us preserve what has shaped us. Because this is not just a school, it is our heritage.